A ka mundësi me na tregu njeriu I fundit I cili do të futet në xhenet? Subhanallahu. Po, dhe kjo është e cekme. I cili do të futet në xhenet, I cili do të dalë nga xheneti, Po. Kjo edhe kjo është kjo çështje apo kjo mesele apo ky tregim tregohet me hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Sallallahu alaihi wasallam. Ku ma do të përfundon gjithçka. Do thotë do të përfundon gjithçka përpos se ky rast që është rasti apo momenti ku Allahu dhul xhelal njeriun e fundit do ta nxjerr prej xhehenemi, I cili I fundit do të jetë prej banorëve të xhenetit. Matana nuk ka. Krijet këtë Po. historia njerëzimit. Atë Allahu dhul xhelal do ta nxjerr nga xhehenemi që do të jetë shumë I lodhur, nga dënimi I ashpër I xhehenemit, I raskapitur, që do thotë thuhet se shkon duke shku, që shtojmë neve atë shprehen zhagza. Zhag. I lodh nga dënimi I ashpër të xhehenemit, e që do të drejtohet me urdhnin e Zotit, me lejen e Allahut, në një orientim ku do të sheh një pemë nga e cila ka një burim. Do të kërkon leje prej Zotit që Allahu ta lejon të afrohet të ajo pemë dhe të pi nga apo të qëndron në hijen e asaj peme apo atij druni dhe të pi nga ai ujë. Allahu do ta lejon. Do I thotë mos kërko tjetër. Jo o Zot. Mas andaj, dëshira dhe vullneti I tij që të ofrohet edhe më tepër, ku e sheh edhe një pemë tjetër, kërkon leje prej Allahu dhul xhelal. Që Allahu t'ja lejon të afrohet të ajo pemë që është më e mirë se e para. Më e mirë. Më thot, dhe ka përjetime më të mira atë. Allahu do ta lejon. Gjithashtu, kur përfundon atë, njeriu nuk përfundon me kërkesat dhe dëshirat e tij. A ki pa njeriu në këtë dunjë, kur Allahu ja jep një të mirë, ai shpreson dhe don të ketë diçka edhe më mirë, edhe më tepër. Gjithashtu edhe për ahiret. Është e njëjta. Allahu do ta lejon. Dhe ai kërkon falje prej Zotit. Edhe afrohet te ajo, qëndron aty, do t'ju jepet mundësia që të afrohet ka xheneti edhe më tepër. Po, edhe atje. Është një pemë, një dru tjetër që në ta ka shumë mirësi më të mëdha se sa në drujt e mëparshëm, që Allahu do ta lejon. Edhe afrohet, kur afrohet afër xhennetit. Do të thonë, Allahu ka t'i thot hin në xhennet. Ai kur t'hin në xhennet do ta sheh, do t'i sheh ato përjetime krejt ndryshe nga ajo që I ka përjetu. Po, në xhehenem Allahu na rujt. Edhe do të thotë se s'ka njeri më të lumtur se unë. A njerëzit sa më herët kanë hyrë në xhennet? Sa shumë ka para ti. Po, ai fundit. Po ai ka me thonë që nuk ka njeri, nuk ekziston njeri më të lumtur se sa unë. Allahu do t'i thotë hyn në xhennet. Dhe kërko lyp, shpreso çka don. Çka ka me dash, çka ka me lyp. Nuk as menja nuk I shkon çka të lyp. Allahu I thot ti ke në xhennet për ty ka sa ka pas dunjaja, po dikun ka transmetime dhe do thotë edhe një herë më shumë, po edhe apo edhe 10 herë më shumë. Ky janë do të jetë njeriu I fundit që do të hynë në xhennet. I cili ka qenë musliman. Po sigurisht musliman, po se jo muslimani s'në hyrë kur apo. Absolut ja. Jo muslimanët më kanë met për gjithmonë në xhenet. Andaj janë shumë e rëndësishme të qenë musliman, nëse ka eventualisht dikush I cili na shikon, I cili thot nuk jam musliman, ta dini që gaboni shumë. Deklaroni shahadetin, thuni la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, hyni në Islam dhe shpëtoni. Mos u mashtroni nga gjithçka. Besoni Allahun dhe pejgamberin, falni namazin, e kjo na shpëton mu mas pari
Ketëve, unë këto jap vetit si moderator, Po sigurisht. po edhe shikuesve, din